Në Bashkinë Devolli u inaugurua një projekt pilot i dedikuar parandalimit të zjarreve në zonat pyjore, një nismë e cila synon modernizimin e mënyrës së monitorimit dhe reagimit ndaj emergjencave. Ndjehemi nderuar dhe shpresoj që ky projekt pilot të shërbejë si një indicie për të marrë masat e duhura dhe ne të bëhemi pjesë e projekteve tjera në parandalimin e pyjeve, pasi sot koha është të parandalojmë dhe jo të mundohemi të fikim apo të monitorojmë zjarret në pyje. Ambasadori i Australisë, Julian Colley, shpreu vlerësimin për bashkëpunimin me Bashkinë Devolli dhe rëndësinë që ka ky projekt në një territor që njësoj si Australia përballet me sfida të ndjeshme nga zjarret në natyrë. Ajo nënvizoi angazhimin e Australisë për të mbështetur teknologjitë që ndihmojnë komunitetet të mbrojnë mjedisin dhe minimizojnë rreziqet për banorët. Jam shumë e lumtur që jam sot këtu në Bashkinë e Devollit për këtë ditë kaq të rëndësishme. Jemi të lumtur që po mbështesim këtë nismë. Në Australi ne kemi sfida të mëdha me zjarret në pyje dhe është diçka e përbashkët e jona, ndonse jemi shumë larg nga njëri tjetri. Për këtë gjë ne jemi të interesuar t'ju mbështesim. Ju urojmë shumë fat dhe jemi në pritje të shohim se si kjo teknologji do të ndihmojë në mbrojtjen e këtij rajoni dhe njerëzve në Shqipëri. Me këtë projekt pilot, Devolli synon të ndërtojë një model të ri të menaxhimit të sigurisë dhe mbrojtjes së pyjeve duke bashkuar teknologjinë dhe bashkëpunimin ndërinstitucional. Bashkia shpreson që nisma të zgjerohet në zona të tjera dhe të kthehet në një praktikë të qëndrueshme për mbrojtjen e mjedisit dhe komunitetit. Me këtë projekt pilot, Devolli synon të ndërtojë një model të ri të menaxhimit të sigurisë dhe mbrojtjes së pyjeve, duke bashkuar teknologjinë me bashkëpunimin ndërinstitucional. Bashkia shpreson që nisma të zgjerohet në zona të tjera dhe të kthehet në një praktikë të qëndrueshme për mbrojtjen e mjedisit dhe komunitetin.